Nota e mbrëmshme dëshmoi që Republika e Kosovës mund të ketë presidentit të re. Ajo është doktorja Feride Rushiti, me qenë se në kuti me votim të fshehtë i kishte 63 vota. Pasi që përfundoi edhe ky vazhdim i një seance që s'po përfundon e do të vazhdoj në ora 23, unë kam komunikuar me njëherë me kandidatën profesoreshën Hatigje Hoxha dhe kam biseduar me të, me që rast ajo është dakorduar që të tërhiqet nga kandidatura nëse Lidha Demokratike e Kosovës i sjell 15 nënshkrime për kandidatin e saj kushdo që është. Me atë rast, lëvizja vetëvendosje i plotëson edhe 15 nënshkrime të tjera nga mazhoranca, me qenë se tash lirohen ato nënshkrime me tërheqjen e Hatigje Hoxhës, dhe në këtë mënyrë do ta kishim një kandidat nga shoqëria civile dhe një kandidat nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe sonte le ta zgjedhim presidentin apo presidentin e ri të Republikës.